Për herë të parë që nga zgjedhjet pluraliste të vitit 1991, një politike në Shqipëri është në prag të sigurimit të mandatit të saj të katërt qeverisës radhazi, një precedent historik për vendin. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025, pas numërimit të shumicës të kutive të votimit, tregojnë një epërsi të qartë të Partisë Socialiste dhe Kryeministrit Edi Rama, i cili ka siguruar 52.5% të votave. Në vendin e dytë renditet Partia Demokratike dhe aleatët e saj me 33.9% të votave ose 51 deri në 52 mandate. Si forcë e tretë në kuvend pritet të jetë Partia Social-Demokrate e Tom Doshit me 3 mandate, ndërsa për herë të parë 3 formacionet e reja politike, Mundësia Agron Shehajt, Nisma Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja Bashke Arlind Qorit janë në kufirin e votave për të siguruar nga një deputet secila. Ish kryeministri dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka renditur përpara gazetarëve akuza të forta ndaj Partisë Socialiste për parregullsi dhe manipulim të zgjedhjeve. Ai tha se zgjedhjet u zhvillua në kushte të pabarabarta dhe kanë ndikuar nga veprimet e qeverisë që sipas tij synonin të orientonin votën. Në qoftë se e patët faljen e rreth 150 milion euro gjobave të mbi 170.000 qytetarëve, atëherë emrin e zgjedhjeve u avini vetë, ka thënë Berisha, duke e cilësuar këtë një formë presioni elektoral. Sipas Deutsche Welles, lideri i opozitës u shpreh ndër të tjera se socialistët kanë bler vota si dhe kanë përdorur administratën publike në favor të partisë, kur mbillen 10 hektar kanabis për vot, kur punësohen me mijëra persona për të bler vota, kur ngrihen zyra ilegale të Partisë Socialiste pranë qendrave të votimit. Kjo nuk është më garë ndershme, ka deklaruar Berisha. Krye opozitari nuk ka dhënë një përgjigje të qartë nëse do të konstatojë rezultatin e zgjedhjeve, duke deklaruar se po presin rezultatin përfundimtar për të bërë një vlerësim të situatës dhe për të përcaktuar qëndrimin. Ndonse zgjedhjet e 11 majit ishin të qeta dhe të menaxhuara mirë, në artikullin e publikuar tek Deutsche Welle thuhet se OSBE Odiri theksoi se ka patur mangësi në aspektin e barazisë në garë, thuhet në këtë raport paraprak. Zgjedhjet parlamentare ishin konkurruese dhe të organizuara në mënyrë profesionale, por zhvilluan në një klim të polarizuar. Po ashtu, pati edhe sulme nga drejtuesit kryesor të partive politike sidomos online, u shpreh për media drejtuesi i misionit të OSBE-s, Lamberto Zanier. Vëzhguesit vunë në dukje se partia në pushtet përfitoi nga burimet publike dhe forcat institucionale, ndërsa u raportuan edhe raste presioni ndaj votuesve, veçanërisht për punojësit e sektorit publik. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike dominuan në mbulimin mediatik gjatë fushatës. Sipas raportit, 2 partitë kryesore, Partia Socialiste dhe ajo Demokratike, dominuan në mbulimin mediatik gjatë fushatës duke lënë pak hapësirë për aktorët e rinj politik. Zgjedhjet e këtij viti konsiderohen nga partnerët ndërkombëtar si një test i rëndësishëm për progresin demografik të Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit të Bashkimit Evropian. Forma demografike dhe integrimi evropian ecin krah për krah. Vonesa ndikojnë tek njëra tjetra, u theksua në deklaratat e OSBE Odir. Problemet e përsëritëra si transparenca në financimin e partive dhe përdorimi i burimeve shtetërore për qëllime elektorale, që sipas tyre mbeten sfida të kyçe që duhet të zgjidhen për të ecur përpara drejtantarësimit në Bashkimin Evropian. Vëzhguesit ndërkombëtar vlerësuan gjithashtu rolin e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në hetimin e krimeve zgjedhore. Deri më tani, prokuroria e posaçme ka hapur 39 çështje lidhur me zgjedhjet e 11 maj, 33 prej të cilave për korrupsion aktiv në zgjedhje, 4 për korrupsion aktiv dhe pasiv, 1 për përdorim të funksionit publik për qëllime politike dhe 1 shpërdorim detyre.